E braktisi para 30 vjetësh. Vajza mëson të vërtetën shokuese pasi gjen maman biologjike. Kërkoi ndihmë në emision për të gjetur të ëmën e saj, e cila e kishte braktisur përpara 30 viteve, por zbulon të vërtetën shokuese. Luiza Velluti, parukjerja bjonde me sy të kaltër, pasi u bë protagoniste e emisionit Killa Vista, merr një letër nga gruaja që i thotë se është nëna e saj biologjike, por që i kërkon të harrojë dhe të mos e kërkojë më atë. Ndërkohë që pas kësaj shfaqet dhe një tjetër letër anonime që tregon se ajo është fruti një përdhunimi, duke nxjerrë në dritë dhe emrin e përdhunuesit. Ka lindur nga një përdhunim që unë nuk e doja, një plag që mora kur isha 18 vjeç. Më harro. Ishin fjalët e shkruara në letrën e gruas, por Luiza nuk do të dorëzohet. Ajo do të mësoj gjithë historinë e saj. Është refuzimi që më dhe më shumë, por unë dua ta shoh në fytyrë. Të shkoj si të shkoj, kjo është historia ime dhe më takon mua. Do të vazhdoj ta tregoj.